Kuvendi i Kosovës mblidhet në seancën e parë pas konstituimit. Në këtë seancë e jashtëzakonshme që pritet të nisë pas pak, Kuvendi do të miratojë një rezolutë që lidhet me procesin gjyqësor në Hag ndaj drejtuesve të UÇK-s. Ndërsa ditën e sotme, Kuvendi i Shqipërisë miratoi një projekt rezolutë ku mbështetet lufta e UÇK-s për liri kundër regjimit të Milošević. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni avokatët mbrojtës të ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli kanë përfunduar paraqitjen e deklaratave përmbyllëse duke kërkuar pafajësinë e tij. Duke rrezuar plotësisht pretendimet e prokurorisë përfaqësues ligjor, deklaroi se nuk ekziston asnjë provë për krime kundër njerëzimit. Në seancën për dosjen plumbi art në gjykatën e posaçme, ishi penduari Henrik Hoxha rrëfeu një plan për vrasjen e Altin Mdocit, i njëjti që pak javë më parë u aratis nga Spitali Durrësit. I pandeuri Hoxha tha se porosin për vrasjen e kishte marrë nga Nureddin Dumani. Çdo sulm ndaj aleancës do të kishte pasojë vdekje prurse, kështu deklaroi shefi i NATO-s Mark Rutte si përgjigje mbi mënyrën e reagimit të Evropës ndaj një përshkallëzimi të politikës së sigurisë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se vini në edicionin tonë qendror. Avokatët mbrojtës të ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli kanë përfunduar paraqitjen e deklaratave përmbyllëse duke kërkuar pafajësinë e tij. Sipas tyre, zyra e prokurorit special ka paqartësi dhe mungesë të theksuar të provave. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, nga e hëna kanë filluar deklaratat përmbyllëse të palëve në procesin më të madh gjyqësor atje. Ekipi mbrojtës i ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli përfundoi paraqitjen e deklaratës përmbyllëse në procesin më të madh gjyqësor në Hag kundër ish-kreve të UÇK-s. Avokati i Veselit, Rodney Dixon, tha se Kadri Veseli është tërësisht i pafajshëm dhe kërkoi nga trupi gjykues që pretendimet e zyrës së prokurorit të specializuar t'i hedh poshtë për shkak të mungesës së provave. Dixon, i cili shpalosjen e fjalës përmbyllëse në Hag, e nisi që nga mërkura. Tha se Kadri Veseli nuk është i përfshirë në asnjë për krimeve me të cilat e ngarkon zyra e prokurorisë speciale. Klienti im nuk është i përfshirë në asnjë prej krimeve të cilat pretendon prokuroria që ai ka kryer. ZPS-ja duke si puna tërheq zvarr me vete me kausin e mbretit të mizave. Domethënë, sipas ZPS-s, çdo lloj asociimi ka kuptim për ashtu sa i shërben asaj. Avokati Dixon tha se Kadri Veseli meriton gjykim të drejtë, lirim dhe të shpallat i pafajshëm. Nga të gjitha akuzat në të kundërtit të tij do të ishte padrejtësi e madhe. Drejtësia është një konstante që i jep çdo person dhe çdo viktime ato që meriton. Viktimat meritojnë ato që ju përket atyre, ashtu siç meriton edhe Zoti Veseli atë që i përket atij. Meriton pra një gjykim të drejtë dhe të duhur, vendim të drejtë dhe të duhur. Ai duhet të lirohet dhe të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat. Të gjitha i kanë bërë në përpjekje. Avokati Dixon shtoi se zyra e prokurorit specializuar pretendon se Veseli ka lehtësuar shpërndarjen e deklaratave të UÇK-s dhe ka dhënë informacionin që ka shërbyer si bazë për këto komunikata. Megjithatë, i theksoi se nuk ekziston asnjë provë konkrete që e lidh Veseli me këto komunikata dhe ekziston pretendime si të përgjithshme, të paqarta dhe të pabazuara. Sipas ZPS-s, thuaj që klienti im ka lehtësuar shpërndarjen e deklaratave të UÇK-s që ka formuar shtyllën kurrizore të politikave të bashkëpunëtore. Domethënë që klienti im ka ofruar shtyllën kurrizore faktike për gjithë komunikatat dhe deklaratat. Dhe në provën 521 thuhet gjithashtu që ai ka dhënë informacionin që pasqyruar nuk pas në këto komunikata. Pra e gjithë gjëja vinte prej tij sipas ZPS-s. Ndërkohë që nuk ka asnjë pikë prove që mbështet këtë pretendim të ZPS-s. Është e nevojshme që të krijohet një lloj lidhje midis Zotit Veselit dhe komunikatave në një farë mënyrë, sepse kjo është vetëm mënyrë që lidhet ai me krimat. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, nga hëna, kanë filluar deklaratat përmbyllëse të palëve në procesin më të madh gjyqësor në Hag. Deklaratat përmbyllëse kanë filluar me zyrën e prokurorit të specializuar, ku kryeprokuroria Kimberly West ka kërkuar nga 45 vjet burgrim Parashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin.
Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot një deklaratë në mbështetje të vërtetës historike të luftës shërimtare të Kosovës si një përpjekje legjitime për liri dhe për dinjitet. Të njëjtin akt pritet që ta kryejë sot edhe Kuvendi i Kosovës në seancën e parë plenare pas konstituimit, që ndodhi ditën e djeshme në një seancë e cila pritet të nisë nga minuta në minutë pasi është lajmëruar për në orën 19. Por për të mësuar më shumë për të do të lidhemi në këtë momente me Prishtinën zyrtare, me gazetarin ton Ideal Gola. Ideal, përshëndetje edhe mirë se vjen. Çfarë pritet të ndodhë sot në këtë seancë? Përshëndetje edhe për ju, atëherë është një seancë e jashtëzakonshme që është ftuar vetëm në orët e pasdites për të filluar në orën 19, megjithëse deputetët edhe nuk kanë pritur në sallën e seancave plenare. Janë disa pika në fakt, fillimisht do të jetë ndarja e komisioneve parlamentare sipas përfaqësimit të partive politike dhe fuqisë tyre në Kuvendin e Kosovës. Sigurisht kjo është në funksion edhe të funksionimit të plot të Kuvendit të Kosovës, pasi me komisionet parlamentare mund të vinë me njëherë në shqyrtim buxheti i vitit 2026, i cilin qeveria e ri procedoi edhe njëherë në Kuvend mëngjesin e sotëm, ashtu sikurse edhe marrëveshjet ndërkombëtare, dy nga urgjenca tashme që qeveria ka kërkuar që të miratohen sa më shpejt, sidomos ato të marrëveshjeve ndërkombëtare ku në një prej tyre ka edhe afat dhe Kosova rrezikon të humbë disa miliona euro për shkak të vonesave në miratimin e tij edhe në Kuvendin e Kosovës. Gjithashtu, sot me kërkesë të qeverisë në këtë seancë do të kërkohet që të bëhet edhe një ndarje buxhetore sipas rregullit të 1/12-ave, ashtu siç ka funksionuar në muajin janar dhe shkurt qeveria e Kosovës në mungesë të buxhetit vjetor. Kjo jep mundësi qeverisë që të kryejë disa pagesa të nevojshme, siç janë edhe pensionet, pasi miratimi i buxhetit në të dy leximet do të mund të marrë kohë pak më tepër. Gjithashtu, ashtu siç edhe ju përmendet, do të paraqitet një rezolutë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në mbrojtje të ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, ku ndër të tjera në këtë rezolutë do të kërkohet nga ky institucion, pra nga dhomat e specializuara, por dhe zyra prokurorit të specializuar, që të kenë një gjykim të paanshëm dhe të drejtë, por gjithashtu edhe të respektohen të drejtat e të paraburgosërve atje, ashtu sikurse do t'i kërkojë qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës një angazhim në mbrojtjen e drejtuesve të gjithë atyre që po ballafaqohen në procese gjyqësore në dhomat e specializuara, duke përfshirë këtu edhe mbështetje financiare. Sigurisht që ne sot kemi ndjekur edhe mbrojtjen që u bë për zotin Kadri Veseli pikërisht në gjykatën e Hagës, një javë e vështirë, po dhe shumë e rëndësishme kjo në lidhje me këtë gjyq, kjo javë pra që kemi nisur nga hëna dhe e mbyllim nesër, përpara se sa pastaj gjykata të marrë edhe vendimin. E dim që vendimi mundet të merret brenda 3 muajve, por mund të zgjasë akoma edhe më tepër. Gjithçka ndodh në prag të ditës së pavarësisë, pra të 17 shkurtit për Kosovën. Unë do doja të dija prej teje se si po përjetohet e gjithë kjo ngjarje, e gjithë ky proces nga qytetarët e Kosovës dhe pastaj sigurisht edhe nga politika në vend, tashmë që kemi një parlament edhe qeveri të konstituar dhe të deklaruar. Po, sa i përket politikës, në fakt duket me unifikuar se herave të tjera kemi një qëndrim ndoshta të qartë si nga partitë që janë në pushtet, por nga institucionet, presidenca, qeveria, por edhe Kuvendi tashmë që do të miratojë rezolutën, të cilët e kanë dënuar, le të themi, ose janë shprehur të indinjuar me kërkesat e prokurorisë për 180 vjet të burg për të gjithë grupin, apo për të gjithë akuzat që janë bërë me krime të pretenduara kundër njerëzimit apo ato të luftës, gjë që në Kosovë është parë si një shtrembrim i së vërtetës historike të asaj çfarë ka ndodhur 27 vite më parë, kur në fakt viktimat kanë qenë shqiptarët
shqiptare të Kosovës, një përpjekje për një spastrim etnik, por deri në genocid për shqiptarët e Kosovës nga aparati shtetëror i atëshëm serb në krye me Slobodan Miloševićin. Pra kjo është që politika është duke më unifikuar, që besoj edhe kjo rezolut do të kontribojë në këtë gjë, ndërsa sa i përket të pjesës tjetër, veteranët të cilët e luftës së cilët ka qenë që nga dita e parë kundër kësaj gjykate vazhdojnë me qëndrimet e njëjta, por besoj që populli dhe gjithë organizatat do të kenë të drejtën të shfaqin mendimin e tyre të martën më 17 shkurt në një protestë që do të mbahet në sheshin kryesor të Prishtinës për të kërkuar drejtësi dhe jo politikë, siç është slogani për të gjithë ata që po mbahen në veçantë për ish drejtuesit të ushtrisë ligjëtare në Kosovë, të Kosovës, të cilët tashmë janë në fazën përfundimtare të gjykimit të tyre. Ideal, unë të falenderoj shumë për të lidhjet e drejtë dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Ndërkohë, ne të nderuar teleshikues, rikthehemi asaj çka thash më parë për Kuvendin e Shqipërisë, me 92 vota pro, 0 kundër dhe 0 abstenim. Kuvendi i Shqipërisë miratoi deklaratën në mbështetje të liderëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke kërkuar pafajësinë e tyre në gjykatën speciale në Hag. Deklarata u propozua nga kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla dhe u artua nga dy deputetët Igli Hasani nga Partia Socialiste dhe Tritan Shehu nga Partia Demokratike. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e prokurorisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembrim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbjetesë dhe liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit, i cili kreu spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë u bën thirrje institucioneve të shtetit shqiptar, institucionet të Republikës Kosovës dhe diasporës shqiptare të qëndrojnë të bashkuar në mbrojtjen e së vërtetës, dinjitetit dhe drejtësisë për popullin e Kosovës dhe për drejtuesit e luftës tyre shqiptare, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Pa dënuar krimet e të kaluarës, nuk mund të ketë stabilitet. Pa dënuar atë genocid, ato krime kundër njerëzimit, atë pastrim etnik, nuk mund të ketë stabilitet. Nuk mund të mbështetet stabiliteti i rajonit ton mbi të pavërteta dhe mbi gënjeshtra. Nuk mund të mbështetet stabiliteti i rajonit ton mbi ato aktakuza krejtësisht të sajuara dhe të krijuar artificialisht në liderit të UÇK-s. Ajo që po ndodh në Hag nuk është thjesht vetëm persekutim i Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit, por është një padrejtësi e madhe që kërkohet t'i bëhet historisë Kosovës, popullit Kosovës dhe gjithë shqiptarëve. Do kërkoja prej hartuesve të kësaj deklarate që të shtojnë një pikë që Kuvendi i Shqipërisë mbështet antarësimin e Kosovës në NATO, duke shtuar edhe mëtej se janë pikërisht Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli, cilët ishin pioner të rrugës së bashkëpunimit të Kosovës dhe antarësimit të saj NATO. Ky Kuvend i Shqipërisë me deklaratën e sotme është konsekuent në atë që ka thënë ndër vite. Dhe unë mendoj që edhe në përmbyllje të fjalës time, dua që ta kuptojmë gjithë se sa e rëndë është për ne si komb ajo kërkesë, dhe dua t'ju ftoj të gjithëve, kush ka mundësi natyrshëm, por dua të ftoj gjithë kombin shqiptar, gjithë popullin shqiptar në 17 shkurt, në orën 14 duhet jemi të gjithë në Prishtinë. 92 deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt deklarata miratohet. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka njoftuar se në zgjedhjet e brendshme të partisë nuk do të kandidojë më për kryetar të AK-s. Në një konferencë për mediat, Haradinaj tha se ka treguar disa arsye për shkak se është koha e gjatë në udhëheqje, por edhe rezultati dobët në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Haradinaj tha se Ardian Gjini ka shpallur kandidaturën për kryetar. Sapo kemi përfunduar takimin e 177 të Këshillit Përgjithshëm të Aleancës, kemi dakordu pra vendimet për trupat zgjedhore që i zgjedh Këshilli i Përgjithshëm, dhe po ashtu i kemi shpallur
zgjedhjet e brendshme në aleancë në të gjitha nivelet. Procesi zgjedhor fillon nga 20 shkurt, nga 9 degë dhe përmbyllet me 6 sheshor. Pra orientimi ynë për datën e kuvendit është edhe afati statutar, 4 vjeçar, është zgjedhjet rregullta, është një situatë vërtet e mirë, pra që me kohë edhe i kemë bërë përgatitje më të mira të mundshme për këto zgjedhje. Nikosisht ajo që e di që është edhe rishi, pra ndoshta edhe ndryshim, është nuk do të kandidoj për kryetar të aleancës në këto zgjedhje të brendshme, pra në kuvendin zgjedhor të aleancës. I kam tregu kolegëve të mi disa arsye, edhe ja shpjegoj edhe ju, mediat, dashur qytetar, pra po është kohë e gjatë, pra në udhëheqje nga themelimi i aleancës maj 2000, është një faktor koha, është edhe rezultati jo i mirë i zgjedhjeve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përdyrë me radhë për plasë me socialistët në seancë plenare për dhunën në protestën e fundit kombëtare, imunitetin e Belinda Ballukut dhe 21 janarin. Pas bulevardit, foltori e kuvendit u kthye në arenën e Partisë Demokratike për të paralajmëruar Edi Ramën dhe mazhorancën e tij që protesta e radhës kombëtare do të jetë fundi i tyre. 20 do të jetë fundi juaj. Fundi juaj. 20 shkurti është dita kur shqiptarët përmbysin tiranit, që u hedhin në larg këto imunitete hajdutëve dhe bashkë me ta hajdutët. Refuzimi i mazhorancës për të mbledhur këshillin e mandatave për t'i dhënë autorizimin SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, sipas Sali Berishës, është një mbrojtje e socialistëve për Edi Ramën. Një grup njerëzish për të mbrojtur, më falni, në pamjet parë vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Fjalorin, zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Disa socialisti bën moral Berishës për fjalorin e përdorur, ndërsa për deputetët e reja të mazhorancës ishte frymëzim, duke u përgjigjur atij me të njëjtat fjalë jo etike. Gjuha fyese dhe seksiste është e papranueshme. E me që sëra përmëndi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegër Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde? Demokratët dhe socialistët një zëri dënuan dhunën në protest, por me 2 këndvështrime të kundërta. Të djathët të shqetësuar për dhunën e ushtruar ndaj deputetëve dhe protestuesve, të majtët për atë ndaj policisë së shtetit. Mungon Bledion Albati dhe a e dini kryetar pse mungon? Se policia juaj e ka goditur. Jeta e një punonjësi policie që nga më me pak vlerë se jeta e deputetit, tani i hidhni policëve molotov, doni t'i digjni të gjallë. As një polic i lënduar dhe i plagosur në spitalin e urgjencës, protestues paqësor, kryengris paqësor, në lulet ballit me plumb gome. Kush ju ka paguar që fëmijët shqiptar, minorenët shqiptar, ti përdorni mish për top, duke i çuar në protesta për të hedhur molotov? Ç'është kjo urrejtje mor? Keni mbush qelin me 12 adoleshentë, sepse sipas jush adoleshentët s'duhet protestojnë. Debati se kush u dhunua më shumë me Sali Berishës dhe ministres së brendshme degeneroi në fyrje ndaj njëri tjetrit. Je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues e ke në gena të gjakun që do ta derdhësh me patjetër. Goj për dalurave nuk duhet t'u përgjigjesh kurrë. Zonja adres. Socialistët nuk thanë asnjë fjalë për kolegun e tyre demokrat Bledion Albati që u godit nga policia, por i kujtuan Berishës plumbat e 21 janarit, një moment që detyroi të fliste dhe ish gardistin e asaj dite, sot deputet të Partisë Socialiste Agron Malej. Nuk ka ekzistuar kurrë një grup zjarri. Dhe ata që e bënin në janarin i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Agron Malej nuk ka pas as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj Marci, nuk ka pas lidhje me janarin. Jam shprehur dhe shprehem se Garda ka zbatuar ligjin, po ti Agron do mbetesh në historinë e matit, hajduti më i madh, po që në këtë vend do bëhet drejtësi i dit, do bëhet drejtësi i dit.
Fuqitë e demokratëve për të bllokuar foltoren mbajtën vetëm 2 orë me 2 ndërprerje 5 minutëshe. Pas paralajmërimit të fundit për të kaluar direkt në votim, opozita u qetësua dhe seanca vijoi normalisht me rendin e ditës. Forumi për dialogun politik i drejtuar nga Ermal Hasimi mblodhi në një tryezë përfaqësues të Partisë Demokratike dhe disa aleatëve të saj për të unifikuar qëndrimet mbi reformën zgjedhore, drejtësinë dhe kërkesën për qeveri tranzitore. Partitë e tjera opozitare, përfshirë Adriatik Lapajn, munguan në takim. Forumi për dialogun politik me në krye politologun Ermal Hasimia nuk arriti që të ulte bashkë në një tryezë atë pjesë të opozitës që nuk bashkëpunon me PD-n dhe aleatët e saj. Takimi që kishte si qëllim daljen me deklarata përbashkët për aksionin politik opozitar dhe reformën zgjedhore mblodhi përfaqësuesit e PD-s, një pjesë të aleatëve të saj, por askush nuk u paraqit nga partitë e Adriatik Lapajt, Agron Shehaj dhe Arlind Qorit. Nëse për Shehaj dhe Qorin, shpresat ishin shuar për të ulur në këtë tryezë opozitarësh, Hasimia pohonse me Lapajin po mvijoi negociatat. Kemi diskutuar vazhdimisht, i takojmë vazhdimisht, qëndrimi i tyre ka qenë që presin që të ketë një lloj dëshmie të një angazhimi të përbashkët mbi bazën e disa kërkesave që kanë paraqitur. Kërkesat i kanë bërë publike, besoj se është vendi, por nëse doni mund t'ja u listoj edhe unë pastaj. Dhe patjetër që edhe për ato kërkesa kemi diskutuar këtu. Nuk shoh ndonjë arsye të veçantë që edhe Shqipëria të bëhet mos jetë pjesë e kësaj tryeze. 2 orë diskutime, duket se u mjaftuan përfaqësuesve politik dhe forumit për dialog politik për të dalë me një qëndrim të përbashkët. Nga kjo tryezë u qartësua se në 20 shkurt, Partia Demokratike nuk do të jetë vetëm në shesh, por edhe se do të kenë qëndrim të unifikuar për kodin zgjedhor dhe do të mbështesin drejtësinë. Përmes kësaj tryeze jam dakord për një qëndrim të unifikuar kundër çdo lloj ndryshimi ligjor që synon të godas drejtësinë dhe ta pafsoj atë në goditje ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Jam dakord dhe për një mbështetje ndaj një drejtësie kushtetuese. Kemi gjithashtu dhe një qëndrim të unifikuar për çështjen e kodit zgjedhor. Pikë tjetër e rëndësishme është çështja e një kërkese të përbashkët të gjithë partive që janë prezente këtu për një qeveri tranzitore ose kujdestare, e cila si funksion dhe mision të saj kryesor do të kishte garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Partia Demokratike u përfaqësoi në tryezë me kryetarin Luciano Boçi dhe antarin e Këshillit Kombëtar Ilir Ali Mehmeti, pasi kishte pranuar kërkesën e mëparshme të Lapajt që të shmangeshin liderit e këtyre forcave. Qëllimi është i njëjtë, por duhet të unifikojmë dhe rrugën. Mjafton qëllimi është i dur dhe besoj që diferencat e vogla në rrugën e kërkuar, unë them që nuk kanë atë rolin e tyre pengues, madje për ne janë motivuese, sepse sjellin edhe diversitet mendimesh dhe qëndrimesh. Unë shoh një gjë shumë të rëndësishme që e thash edhe në takim. Shqipëria ka arrit në një moment kyç ku mendimi intelektual sot prevalon mbi mendimin politik dhe është ai që po ndërton fabulën e jetës politike. Forumi për dialogun politik do të vijojë takimet me partitë opozitare, edhe gjatë javës së ardhshme do të ketë një tryezë të dytë për të detajuar qëndrimet e përbashkëta. Kryetari i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj tregoi për aty CNN se përse nuk shkoi në takimin e thirrur nga Forumi për dialogun politik. Lapaj pohoi se takimi duhet të zhvillohej në shesh dhe të gjithë aktorët opozitar duhet të tregojnë qëndrueshmëri në protestat e tyre. E para ka qenë vendosja e të gjithë grupimeve që dakordësojnë për të ulur në tryezë në shesh 24 orë në 24 një protest pa ndalim, pa kthim pas deri në realizimin e qëllimit që duhet jetë dorëheqja e qeverisë Edi Ramës si një qeveri jashtëzakonisht e korruptuar, me korruptuar në Europë praktikisht dhe një nga më të korruptuarat në botë, dhe parakushti për gjithçka është që të gjitha grupimet që e kanë seriozisht këtë betejë t'i bashkojnë protestës, pra të vendosen në shesh pa ndalim dhe të mos ketë asnjë dyshim për këtë gjë. Ne jemi sot në ditën e 66 të protestës dhe nuk mund të çohemi nga sheshi dhe të shkojmë në tryeza. Duhet që ata që kanë seriozisht betejën me këtë pushtet të japin akte konkrete dhe të vendosen në këtë shesh përballë Edi Ramës pa kthim pas. E dyta ka qenë dakordësimi total për një draft kodi zgjedhor që të jetë proporcional kombëtar me lista të hapura, me një zonë zgjedhore me 140 mandate në gjithë vendin. Kjo si një nevojë që ka vendi jon për të demokratizuar dhe për të mos shkuar më në zgjedhje si këto që kaluam,
ku na duhet të bëni akrobaci për të garuar me dinjitet si njerëz që duan të shkojnë në parlament, jo përmes listave të mbyllura dhe emërimit të kryetarëve, po përmes garës. U prezantuar projekti për qendrën e re të drejtësisë, nga e cila gjykata e lartë kërkoi përjashtimin e vetes, teksa do të duhen të paktën 5 vite për ndërtimin e saj. Prokurori i përgjithshëm tha se Prokuroria e Tiranës apo Gjykata e Apelit për 2 vjet bie në kolaps. Përmes batutash, Rama propozoi të presin si kinezët në Shqipëri pas vdekjes së Mao Zedongit. Nga batuta nuk përjashtoi as rektorin e Universitetit të Tiranës. Të gjithë e marrim ujin nga e njëjti burim, por se cili e hap dhe e mbyll rubinetin sipas nevojës tij. Nuk mundet dot që në emër të pavarësisë të kërkojmë secili hidrocentralin e vet. Hapësira që juve pat që është imagjinuar si vendi ku do ndërtohet kjo qendra e re e drejtësisë, është një hapësirë që do kërkojë dhe shpronësim për interes publik. Shpresoj gjykatësit që të trajtojnë pastaj shpronësimet të mos i japin dorës për t'i rritur dëmshpërblimet siç e bëjnë zakonisht, se në fundit janë të njëjtat para që kërkohen dhe për të rritur pagat. Kështu që edhe për të bërë këtë qendrën, edhe për të bërë tjetrën, kjo është një përpjekje që nuk ndalet dhe nuk kthehet mbrapa pavarësisht surprizave që ju na bëni her pas here, po që janë pjesë e jetës dhe janë pjesë edhe e proceseve tuaja të brendshme, janë pjesë edhe e rritjes së një sistemi të ri që kërkon kohën e vet për t'u kolauduar. Edhe për ta mbyllur, ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se edhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorim detyra. Gjykata e lartë dhe gjykata kuqëdhuese duhet të jenë godina të veçanta. Janë në një lloj varësie, le të themi, në një lloj kontrolli dhe njëra tjetrës nuk mund të jenë një godinë. Në një kooperim me Bashkinë e Tiranës dhe me mendimin e qeverisë shqiptare dhe të biznesit, është bërë projekti i godinës së re të gjykatës së lartë. Në këtë pol të ri drejtësisë e keni të veçuar gjykatën e lartë, besoj nga të gjithë gjykatat e tjera. Plani që pat është një alternativë që gjykata e lartë të jetë në kampusin aty, por do diskutojmë dhe do bëjmë gjën e dur. Duke pasur parasysh afatet, të cilat do duhen për zhvillimin e projektit deri në përfundimin e tij, do duhet ndërkohë të marrim parasysh edhe nevojat që do të ketë këto institucione deri në bërritjen e pikën finale. Unë kam parashtruar sidomos problemin e prokurorisë së shkallës së parë Tiranës, që ka një problem ndoshta si gjykata e Apelit, ku ndoshta në 2 apo në 3 vite ne do të kemi pamundësinë aty të funksionimit normal të saj. Midis ditës sotme dhe asaj që ne po projektojmë së bashku, është një 5 vjeçar pa diskutim. Si historia e vdekjes Mao Zedongit, u mblodhin gjithë kinezët në sheshin e kombinatit metalurgjik, edhe prisnin të ndodhte diçka, drejtori metalurgjikut nuk dinte ç'të bënte. Ftoja kishte filluar, edhe ai në komitet qendror i thotë do pyes më lart. Kalon një farë kohë, merr prapë i thotë ç'të bëj, thotë se kinezët nuk ikin nga sheshi, edhe ai thotë nga lart nuk përgjigjet njeri, bëni siç keni bërë herët e tjera. Kështu që do bëjmë siç kemi bërë herët e tjera, s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Sikur për shembull shteti mos paguante gjykatësit që kanë ikur nga vetingu akoma, ne mund t'ja u jepni ju ato para dhe ju mund të merrni me qira hapësira shumë të mira për këto funksionet tuaja. Jam i sigurt që ti po mendon tani që gjithë to lek e firuan kampusin e universitetit, e ndjej unë e ndjej dhe në gjuhën e trupit dhe në vështrimin tënd, je pesimistizuar në një formë që s'kisha parë ndonjëherë, po. Do doja të tisha për kampusin e Universitetit të Tiranës, po jeta ime ndahet në 2. 2, po në këtë rast kjo është sikur po shef shtëpinë e Vjerrës. Një lajm i mirë për vendin. Dhe do doja që të ishte ashtu edhe për institucionet arsimore, të cilat përgatisin të gjithë këtë korporat të madhe të juristëve që shërbejnë në gjithë strukturat e drejtësisë.
Dënimi fizik i avokatit mbrojtës të ish presidentit Republikës Ilir Meta u bë shkak të njëjtën për dështimin e seancës së radhës paraprake në gjykatën e posaçme. Avokati Cakrani nuk ishte prezent në sallë dhe një shenjë solidarizimi edhe disa prej kolegëve të tij nuk u paraqitën në proces. Ndonse ish presidenti Meta i pranishëm në sallë pretendoi se ishte gati të bënte parashtrimet e tij, gjyqtarja e posaçme Elena Gjoka vendosi të shtyjë procesin për në 19 shkurt. Në seancën e kaluar të shqyrtimit paraprak ndaj ish presidentit Ilir Meta, ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi dhe 3 të bashkëpandehurve, SPAK përfundoi leximin e akt akuzës dhe kërkoi kalimin në gjyq të çështjes. Në seancën e radhës do të dëgjohen parashtrimet e të pandehurve. Avokati Cakrani u dënua fizikisht nga 2 personat pra një pike karburanti në qytetin e Vlorës. Ishi penduar i drejtësisë në dosjen plumbi art Henrik Hoxha rrëfeu në seancën e të njëjtës në gjykatën e posaçme planet për vrasjen e Altin Docit, të paraburgosurit quar atis nga Spitali Durrësit. Hoxha tha se në plan nuk ishte realizuar për shkak të pandemisë. Ai theksoi edhe një diskutim me Nuredin Dumanin për ta vrarë Docin brenda burgut. Në seancën e së njëjtës të dosjes plumbi i art në gjykatën e posaçme, ishi penduar i drejtësisë Henrik Hoxha rrëfeu planet për vrasjen e Altin Docit, të njëjtit që pak javë më parë u aratis nga Spitali i Durrësit. Në përgjigje të pyetjeve të avokatëve, i pandehuri Hoxha tha se porosin për vrasjen e kishte marrë nga Nuredin Dumani. Kjo për shkak se këta ishin bërë bashkë dhe ishin bërë kundra krymit, tha Hoxha që me këto nofke referohej të penduarit Erion Alibej. Sipas Hoxhës, ndonse ishte marrë porosia, krimi nuk ishte realizuar për shkak të pandemisë COVID-19. Ndoci ka jetuar nga zona e Mistomames në Tiranë, i kam kaluar në lagje, më ka treguar hyrjen e tij Nuredini. Ishte e vështirë të realizohej, bie shumë në sy se ishte pandemi, lëvizje nuk ishte e nuk ishe kurrije, tregoi Hoxha. I pandehuri tha se Nuredin Dumani ishte porositur nga Erion Alibej për këtë krim, pasi ai investonte, por në vitin 2020 Ndoci u arrestua. I pyetur nëse pas burgosjes së Ndocit ishte bërë ndonjë diskutim për eliminimin e tij, Hoxha i tha: "Ne jemi interesuar për ta vrarë Altin Docin me snajper brenda në burg. Nuredini e diskutonte me mua, ishte në ëndrat e tij, po nuk e kemi realizuar." Në të njëjtën seancë, i penduari Erion Alibej tha para gjykatës se kishte qenë prezent bashkë me Nuredin Dumanin kur ishte bërë një bisedë në aplikacion të enkriptuar për vrasjen e Sokol Sanxhaktarit. Më herët, Hoxha sqaroi se vetëm e kishte diskutuar me Nuredinin, por se nuk ishte marrë porosi për vrasjen. "Tani unë po them çam ka thënë Nuredini", ju përgjigj Hoxha Alibejt, "se është palaço ai, ç'a të bëjmë?" Gripi dhe nën variantet e tij nuk janë më në kulmin e qarkullimit. Instituti i Shëndetit Publik raporton ulje të infektimeve dhe shtrimeve në spitale në të gjithë vendin.
Unaza rrugore po Gradecit është shembur në një pjesë të saj si pasojë rreshjeve të shiut dhe fryrjes së lumejve. Banorët apelojnë për riparimin e dëmeve pranë banesave, teksa bashkia është në pritje të miratimit të projekteve nga Ministria e Bujqësisë. Rreshtet e shumta të nëntorit të vitit të kaluar shkaktuan jo vetëm përmbytje në Pogradec, por edhe dëme të shumta në infrastrukturë. Më problematike ishte situata përgjatë lumit të Vërdovës, ku prurjet e shumta të ujit shkatëruan në mure mbajtëse dhe urat të cilat shërbenin për kalimin e banorëve. Jo vetëm kaq, por uji dëmtoi edhe një pjesë të unazës rrugore të Pogradecit, e cila bashkë me urat mbi lum vijojnë të jenë të parë ndërtuara. Banorët shprehen se kjo nuk është hera e parë që ky lum shkakton dëme të tilla. Ata shtojnë se duhet që të investohet një herë mirë në argjinaturën e tij për të mos shkaktuar më dëme të tilla. Rashi i dytë erdhin e ruanin këtu ata dhe nuk bënin asgjë. Prandaj shikoj, të bie ndonjë shi i madh, thua ti se çfarë mund të bëj. Jo ku kanë shtëpi aty matan unë, aty matan, para 3-4 vjet u mbyt më të tërë. Po ja rruga ka një muaj gjysmë aty, shkojmë makina si rrin, shikoj. Shikoj se rrin makinat aty. Ere ta bëjnë sa më parë, se edhe ata ja shkoj ku do shkoja, ku do hyjmë në shtëpi ai. Si do ta zgjidhim në shtëpi. Kalor për lumbët hyjnë ande botë me të keq. Përfundimisht me këtë lumë duhet ta bësh siç e ka bërë bota. Siç e ka bërë lumin e Tiranës, ashtu ta bësh këtë. Se ky është lumi i rëmbyer. Ky nuk do argjinatura, ky do ta rregullosh poshtë. Ta shtrosh me beton edhe anët, edhe pasaj çka i bën vetaj. Bashkia e Pogradecit bën me dije se ka dërguar 2 projekte pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për lumin e Vërdovës dhe Rëmenjit dhe deri në financimin e tyre do të ndërhyet përmes një fondi emergjencë për të mos lejuar dëmtimin e mëtejshëm të rrugës. Projekti krahas argjinaturës parashikon prishjen e të gjitha urave familjare, të cilat bëhen pengesë në rast të rreshjeve të shumta. Një 40 vjeçare nga Kuçova ka kërcënuar se do të jap fund jetës. Elona Bregu, punonjëse e pastrimit, deklaron se u pushua nga puna pasi kërkoi pagat e prapambetura. Pas disa orësh negociata, 40 vjeçaria zbriti nga Vinçi pasi u premtua se do të rikthehej në punë. Elona Bregu, punonjëse e pastrimit në qytetin e Kuçovës, ka alarmuar policinë dhe banorët e zonës me zditën e kësaj tenjte. 40 vjeçaria është ngjitur në një vinç pranë repartit të oksigjenit në Kuçovë, duke deklaruar se do të hidhet nëse nuk e rikthej në punë. Prej disa orësh ajo ka qëndruar mbi vinç me arsyen se e kanë larguar nga puna dhe prej 2 muajsh nuk ka marrë pagën. Në një intervistë për A2CNN, Elona tregon vendimin e papritur të pushimit të saj nga puna, si dhe gjendjen e vështirë ekonomike. Kishëm 2 muaj gjysmë pa hedhur rrogën ata, pse kërkuam lek, vajdëm në bashki, na filmoi njëri i bashkisë atje, ai ja hodhi firmës, sa këta 3 veta iqin na punajte. Se po mi duan ta han buk. Kush do më ushim mi burt smur. Qysh, heq ke titri na puna, ç'a bëra unë që më heq na puna ti mua? Bëra gjë? Çfarë ju than kur keni kërkuar lekët? Çfarë ju kanë thënë? Çfarë kanë thënë? Është privatën, ku ti do të qefi privatit? Edhe punonjëse të tjera thonë se kanë patur të njëjtin fat si Elona. Ne që ishim brenda në bashkë. Tre tani para 4 muajve ka hoqën dhe 4 të tjerë. Gripi dhe në variantet e tij nuk janë më në kulmin e qarkullimit. Instituti i Shëndetit Publik raporton ulje të infektimeve dhe shtrimeve në spitale në të gjithë vendin. Megjithatë, ekspertët bëjnë thirrje për kujdes veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit që edhe në këtë periudhë rezultojnë më të prekurit. Java e dytë e shkurtit shënon ulje të infektimeve nga gripi. Ekspertët e Shëndetit Publik deklarojnë se tashmë kemi dalë nga piku i qarkullimit të varianteve AH1N1 dhe AH3N2. Aktualisht raportohen mbi 15.000 të prekur në javë, një shifër me ulët krahasuar me fundin e muajit janar, i cili shënoi kulmin e përhapjes së gripit dhe virozave të tjera. Nga 18.500 që ishin në kulmin e qarkullimit, ka shkuar në 15.900 raste, pra vëret një rënje theksuar, por e theksojmë që nuk ka vend për relaksim, se përderisa gripi qarkullon, personat që bëjnë pjesë në grupet me risk të popullatës janë ende të rrezikuar dhe duhet të respektojnë edhe këto 3 masat e famshme, tashme që njihen nga gjithë, që është distancimi fizik, mbajtja e maskës në ambiente ku nuk evitohen dot grumbullimet dhe një higjenë shpeshtë e duarve.
Megjithatë, specialistët e ISHP-s theksojnë se gripi dhe variantet agresive të tij vijojnë të jenë në qarkullim. Fëmijët dhe personat mbi 55 vjeç rezultojnë grup moshat më të prekura edhe në këtë periudhë. Nuk kanë munguar komplikacionet dhe urgjencat drejt shërbimit infektiv dhe pediatrisë në QSUT. Vizitojnë 2 kulme, një në kulm në moshën pediatrike 0-14 vjeç dhe një kulm tjetër tek moshat mbi 55 vjeç. Për sa i përket numrit të shtrimeve spitalore në gjithë vendin, ka filluar një trend gjithashtu në rënje, por mund të themi që është një situatë e qëndrueshme për sa i përket formave të rënda që shtrohen në spital. Krahas gripi sezonal dhe varianteve agresive të tij, në qarkullim vijojnë të jetë Covid dhe viroza të tjera. Tek fëmijët deri 2 vjeç nuk mungojnë rastet dhe komplikacionet nga virusi respirator sincial, si dhe të prekur nga fruthi për shkak të refuzimit apo shtyrjes së vaksinimit. Shefi i NATO-s Mark Rutte lëshoi një paralajmërim të ashpër për Rusinë. Çdo sulm ndaj aleancës do të kishte pasoja vdekjeprurse. Fjalët e tij ishin një përgjigje ndaj kalkulimeve të mediave perëndimore, të cilat shqyrtojnë se si do të reagonte Evropa ndaj një përshkallëzimi të politikës së sigurisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka theksuar se aleanca do të përgjigjet në mënyrë vdekjeprurse dhe shkatruese në rastin sulmi nga aktorë të tjerë. Në një konferencë për shtyp, pak para fillimit të asamblesë përgjithshme, ai deklaroi konkretisht: "Mund t'ju siguroj se jemi të përgatitur mirë për t'ju përgjigjur çdo kërcënimi ndaj aleancës. Pra askush nuk duhet mendoj se mund të na sulmojë, sepse përgjigjja jonë do të ishte shkatruese. Ne jemi një aleancë mbrojtëse, por përgjigjja jonë do të jetë vdekjeprurse nëse ata përpiqen të na sulmojnë", tha ai. Ajo që është përcaktuar si problematike dhe një kërcënim real për Perëndimin dhe NATO-n është e shquartur korridori Suwalki. Hendeku Suwalki është një korridor toksor me gjerësi afërsisht 65 km midis Polonisë dhe Lituanisë, që ndan enklavën ruse të Kaliningradit nga Bielorusia. Konsiderohet strategjikisht i prekshëm sepse përfaqëson të vetme lidhje toksore midis shteteve baltike të NATO-s, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë dhe pjesës tjetër të aleancës. Bllokimi i këtij korridori do t'i shkëputësë shtetet baltike nga vendet e tjera të NATO-s. Ndërkohë, strategu kryesor ushtar i presidentit Trump ka bërë thirrje për një NATO të bazuar në partneritet dhe jo në varësi, në të cilën vendet evropiane, Britania dhe Kanadaja do të pritet të përshpejtojnë angazhimin e tyre për të arritur buxhetet e mbrojtjes. Gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes të aleancës në Bruksel të njëjtën, Elbridge Colby argumentoi për një NATO 3, të reformuar që ishte më afër versionit të saj origjinal të epokës së luftës së ftohtë, sesa një grup i mbështetur kryesisht nga fuqia ushtarake amerikane. Në vitin 2025, pam një angazhim të vërtet që Evropa të udhëheqë mbrojtjen konvencionale të NATO-s, thaj. Tani është koha të marshojmë së bashku, të jemi pragmatik, të kemi një bazë të vërtet të fortë. Është hedhur sot në Bruksel shorti fazës së grupeve të edicionit 2026-2027 të UEFA Nations League. Kombëtare shqiptare ka mësuar kundërshtarët e saj në Ligën C me goglat që vendosën kuqezind të jenë në grupin C1 së bashku me Finlandën, Bielorusinë dhe San Marinon. Short më i vështirë ishte për përfaqësuesin e Kosovës që luan me Austrinë, Izraelin dhe Irlandën në grupin B3. Sipas rregullores UEFA-s, vendet e para sigurojnë ngjitjen në një ligë më të lartë, ndërsa vendet e dyta mund të përfshihen në fazën play-off në varësi të formulës përfundimtare. Në këtë mënyrë, objektivi i Shqipërisë është i qartë, fitimi i grupit deri kthimi në Ligën B. Njërisi e këtij edicioni mbetet kalendari ndeshjeve për çdo kombëtare. Çdo përfaqësuese do të zhvillojë 4 ndeshje nga 24 shtator deri më 6 tetor, ndërsa 2 takimet e fundit do të luhen në periudhën 12 deri në 17 nëntor. Të nderuar teleshikues, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillime më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit @2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.